sa i përket mediave në gjuhën serbe. Unë këtu e kam faqen e RTS-s në Facebook, mund të hapni ju, edhe kja vlezoj, ne kemi akreditu këtë bashkë me Tanjugun, kja vlezoj vetëm fjalin e parë. Na lokalni izbori na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije. Kjo është gjuha që përdor Radio-Televizioni Serbisë si mediumi më i madh bashkë me Tanjugun në raport në zgjedhjet në Republikën e Kosovës. Natyrisht, bazuar në kodin e sjelljes së medjave, bazuar edhe në ligj, po edhe në rregullorën, çka është 08, unë vërtet kërkoj që të deakreditohen RTS-ja në këtë rast, edhe Tanjugu për shkak gjumës së urrejtjes dhe dezinformatave që i përhapin në lidhje me zgjedhjet e sotme në Republikën e Kosovës. Faleminderit.